Labinoti u afrua me një buzëqeshje që dukej më shumë provokuese se sa miqësore. Atmosfera ishte e qetë, por pyetja që ai kishte në mendje pritej ta trazonte pak ujin. Ai e hodhi vështrimin drejt Dolces dhe pa rrotull, sikur donte të sigurohej që fjalët e tij do të dëgjoheshin nga të gjithë. Dolce, tha ai me ton të drejtë për drejtë, po na thuaj një herë. A je e dashuruar me Edin? Në dhomë ra një heshtje e lehtë. Disa banor kthyen kokën, të tjerë u shtiren sikur nuk po dëgjonin, por veshët I kishin aty. Dolce nuk u ngut të përgjigjej. Mori frym thellë, buzëqeshi lehtë dhe e ngriti kokën me qetësi. Dashuri? Përsëriti ajo. Më duket fjalë e madhe. Labinoti u mbështet pas divanit. Po pra, por njerëzit këtu flasin. Thonë që mes teje dhe Edit ka diçka më shumë. Dolce e pa drejtë në sy, pa nervozizëm, pa mbrojtje të tepruar. Ne jemi në një njohje, tha qartë. Jemi bashk, po eci mirë. Nëse vazhdon të ecë mirë, bukur. Nëse nuk ecën, prap mirë. Fjalët e saj ranë qetë, por me peshë. Nuk kishte dramë, nuk kishte nevojë për shpjegime të gjata. Labinoti ngriti vetullat, sikur priste diçka më emocionale. Pra, nuk je e dashuruar? Nguli këmbë ai, jam duke njohur, ja ktheu ajo. Dhe njohja kërkon kohë, durim dhe respekt. Nuk jam këtu për të bërë premtime apo për të shitur ndjenja. Në atë moment, Edi qëndronte pak më larg, duke dëgjuar pa ndërhyrë. Fjalët e Dolces nuk ishin as mbrojtje, as mohim, ishin thjesht të sinqerta. Ajo vazhdoi, gjërat e bukura nuk imponohen. Nëse mes nesh ka diçka reale, ajo do të rritet vetë. Nëse jo, askush nuk humb asgjë. Jeta vazhdon. Labinoti buzëqeshi lehtë, këtë herë pa ironi. Përgjigje e pjekur, tha ai. Jo shumë veta do ta thoshin kështu. Dolce ngriti supet. Unë jam kështu. Nuk dramatizoj. Nuk mbaj askënd me zor dhe nuk mbahem pas askujt nga frika. Biseda u mbyll aty, por fjalët e saj mbetën në ajër. Ishte e qartë se Dolce nuk po luante lojra ndjenjash. Ajo po ecte hap pas hapi. Pa premtime.